T'ju them vërtetën, kjo situatë që është krijuar është tepër rënd, nga se ne pritëm gati një vit që të formohen institucione dhe pastaj u shkua me 28 dhjetor në zgjedhje. Tash doli kjo si harriçi tjetër në thojza dhe me siguri do shtyhen formimi i institucioneve. Ka strese të arsyeshme edhe pyetje të arsyeshme të njerëzve, mandje edhe në arsim se çka nëse nuk bëhen pagat, nga se buxheti, gjithsesi ligji për buxhet vitit 2026 ende nuk është aprovuar dhe mund të paraqiten bllokada dhe probleme, sepse po shihet institucionet do të vonohen se themeluari, nga se po shkojmë në votime gjithsesi në numërimin e votimeve tërësishme që e kërkon një kohë dhe kjo nuk ka ndodhur ndoshta në këtë masë kaq të madhe në kaluarën, por çështja atyre që bëjnë pjesë në garë, ta thonë të vërtetë dhe është çështje e komisionerëve. Sidoqoftë, edhe mos kishte ndodhur kjo rinumërim, jemi vonë nga se një vjet më shumë nuk kemi asnjë institucion, së bashku dhe sindikata tjera janë në pritje, kanë pritë që të formohet edhe Këshilli shtetënor po mendoj Këshilli ekonomik social, pastaj kemi pritë që të jemi në të pranishëm edhe Këshilli shtetënor të licencimin e mësimdhënësve dhe në komisionet e tjera për të dhënë kontributin tonë, mirë po nuk ka ndodhur kjo me fajin e këtë rast mashtit, po Këshilli ekonomik social me fajin e ministrit në detyrë e Kuran Morati, i cili me vite e ka penguar formimin, gjithsesi riformimin e Këshillit ekonomik social. Pra mungon dialogu dhe këto pritje shtoj numrin e ankesave dhe të kërkesave. Ne kemi pritë se Parlamenti i Kosovës do ta lexojë dhe do ta aprovojë edhe atë kërkesën tonë për ndryshime ligjore për skemat pensionale të financuara nga shteti, nga se padrejtisht është mohuar kjo skem, i ka mohuar të drejtën punëtorëve të arsimit që t'u numërohen ato vite si kontribut dhënëse dhe kemi prit me padurim që Parlamenti do ta thotë fjalën e tij, mirë po ja po shihet nuk ka parlament, nuk ka qeveri dhe gjërat po rrjedhin kështu. Uroj që të mos ndodhë barikadimi, gjithsesi bllokimi i pagave, sepse mësimdhënësit e Kosovës, por jo vetëm këta, po edhe policët, edhe administrata, edhe zjarë fikset e tjerë, kryesisht janë në kredi dhe çdo vonesë edhe për kredi do të ketë probleme, por edhe jeta e tyre do të vështirësohej shumë, nga se një pjesë e tyre jetojnë pikërisht me pagën që e marrin. Hapat e parë për mësimdhënësit dhe për sindikata tjera është dialogu. Në kohën e qeverisë së kaluar, po them tani, Kurti, nuk ka pas fare dialog. Urojmë që të vi një qeveri e cila do të dëgjojë kërkesën e punëtorëve të arsimit dhe të tjerëve për të ulur e për të biseduar. Pika më e nxehtë të arsimi është mungesa për momentin e kontratës kolektive, ka se zona në gabë që i ka asaj detyrës që e ka pasur për të ullur me ne, për të formuar komision dhe për të nënshkruar. Pra shteti ynë është në vendet e rralla të botës që nuk ka as marrëveshje kolektive që vlen për të gjithë, e nuk ka as marrëveshje kontrata sektoriale siç është me mashtin shëndetësia me ministrin e shëndetësisë. Pra, as nuk kemi marrëveshje kolektive, as nuk kemi kontrata kolektive. Asnjëherë nuk pyetemi, uroj të mos ndodhë më kështu, as për ligjin e pagave, nga se në vend që të ngritet vlera e koeficientit, është ngrit vetë koeficienti dhe është kriju një amulli